kandidatët për kryetar, nështë është dashtë të diskutohen brenda strukturave politike para se të propozot Albulina Agjiu, sepse vetëvendosja tash me largimin, ose nëse veç tenton që ta largoj emrin e Albulina Agjiut në vazhdimsi për këta mujtë të tonë, kanë thurë lavdrata për të dhe kanë thënë që është ndër gratë më të votuar asgjë dhe që po ashtu është, dhe me largimin e saj i bie që po i përshtatën opozitës, po i përshtatët një prej subjekteve më të mëdha politike, një partie politike, tashmë Albulina Agjiu si antare lëvizjes vendosje asnjëherë s'ka pas pozita tjera unifikuse që ta dëshmoj vetën, sepse që mund të marrë edhe një pozit si puna e kryetarës së kuvendit, gjithmonë ka përfacu qëndrime dhe bindje të partisë të vetëvendosës, partisë të cilës ka qenë, por që mendoj që edhe kërkesat e opozitës nuk është qenë shumë të arsyeshme, sepse nështë është dashur të diskutohen shumë më herë këtu. Prej nga nisja, nga dita e parë e nisjes së kuvendit, kushtimisht me thënë që e kanë pas në kokën e tyre ose në planin afatgjat një blokim të tillë, sepse nuk është nis marë, nuk është nis mirë procesi i kuvendit të Kosovës. Prej ditës së parë të betimit të deputetëve nuk është nis si duhet. Mandej me krijimin e komisionit, ndryshimet gjatë rrugës, do thotë, nuk është se kanë pas vullnet ose kanë shumë të drejtë me qytetarët edhe partitë politike, përfshirë këtu edhe lëvizjen vetëvendosje, sepse emri nështë është dashur me diskutu, edhe me që ju kanë dashur votat e opozitës, është dashur edhe emrin e propozuesit për kandidate ose kandidat për kryetar të kuvendit, është dashur me diskutu me partitë opozitare, nështë ishi dalë shumë më unifikuese. Besoj që po të diskutoj emri Albulina Agjiut, nështë edhe kish kalu deri më tash. Mirë po, mos diskutimi e ka sjellë situatën këtu. Partitë politike opozitare kanë dhënë shembull që kur ballafaqohen me argumentin, tërhiqen. Rasti i komisionit për verifikim të mandateve. U gjet atje një vendim i gjykatës, ku ishte një kryetar është deklaruar publik se jap dorëheqje, pa dhënë dorëheqje me shkrim, dhe gjykata e ka konstatuar si dorëheqje të mirëqen, dhe partitë opozitare nuk u turpruan, u tërheqën, e votuan komisionin, po mjafton kjo argument, na i dëshmuat në rregullim. Tash, kjo ideja që jemi të pagabushëm si lëvizje vetëvendosje është gabim. Edhe aja ka sjellë këtu. Po është pretekst çështja e zonjës Agjiu. Fakti që s'ka pas pozicione unifikuese. A ka pozicion më të rëndësishëm se ministri i drejtësisë edhe vazhdimisht gjatë gjithë mandatit për 4 vite me sulmu institucionet prokurisë edhe gjyqësisë. Këshillin prokurorial, këshillin gjyqësor. Në aspekt politik, ka qenë ministri i drejtësisë. Po, politik, po nëse ti nuk e njeh. Nuk ka pas ballafaqime të tilla me sistem të drejtësisë. Unë e kuptoj për një çështje të caktuar, nëse diskuton për një ligj, për një nen, për një diçka, jemi në rregull, ku ka mendime ndryshme si mu trajtu, po komplet sistemin me e refuzu, me respektu. Çka të vijnë ai me kanë në krye të kuvendit që miraton ligje. Çka nesër çaj kryetari i kuvendit bashkë me shumicën parlamentare, po don me prek një ligj dikun që e cënon pavarësinë e gjyqësorit edhe